Ja sam htjela da pitam, pošto kao nadzorni organ, vi ste budžetom planirali sredstva za 15 članova odbora, kažete da imate 4, pa me interesuje koliko je uključeno iz moje zajednice, to jest srpske zajednice, i pratići ovaj izveštaj primetila sam da je bilo žalbi od strane srpske zajednice, gde je bilo podneto 68 žalbi, pa me interesuje koliko ste rešili i na što su se sve odnosile te žalbe, i pošto pored članova imate i zaposlen u samom organu, interesuje me koliko radi iz srpske zajednice. Prej kolegës deputetit që mos të referohet mos i asociacioni komunat sërbe, sepse janë vetëm komunat sërbe, dhe ne kësha refuzu me ju përgjigj saj pyetje me qenë si jo. Kryesues, fjala për ju. Sa i përket anëtarëve, absolutisht është përgjegjësia jone. Është çështje që nuk i kam plotësuar kriteret. Kërkojmë ja kërkuar të rek fjalën. Nuk mund është mi u përgjigj, di që shto pranon me përgjigj. Po t'ja je qytetari i Kosovës. Jo, kryetari vendosur. Kryetari. Deputet, Me kërkuar të rek fjalën. për çka ke fjala se s'kuptova Ju drejt. referu zajednic, nuk ka zajednic. Çka pat zajednica këtu. Ju referu deputet. Unë nuk e njëta kështu. Jo, unë po E fa. Okej. Urna? Më përkthen jo, sërbesht e tha. Sërbesht e tha. Sërbesht ta tha. Ama më nësh me keq kuptu, edhe po dhe nërë që i përndon fjalla, po përktimi shqep, nuk pa. Po shumë e tjesë, jetë në qallin të bëjë, Deputete, Ali mikrofon, jer stvarno hoću da čujemo o čemu raspravljati. deputeta, ke mundësi edhe një herë ta përsëritësh pyetjen se nuk e kanë të qartë saktësisht edhe një herë. Lutem edhe një herë nëse ke mundësi me përsërit pyetjen që pate për kryesuesin e bordit. Da je razumeo predsjedavajući odbora, ja mislim da bi mogao da odgovori. On je razumeo pitanje, nego je dobio kritiku od strane poslanika da ne odgovori. Jo, deputeti nuk e ka kuptu drejt pyetjen edhe kërkoj edhe një herë sqarim, nëse ke mundësi me përsërit edhe një herë. Të lutem, faleminderit. Interesuje me koliko je, pošto ste rekli budžetom ste predvideli za 15 članova. Ovde rekli ste da trenutno imate 4. Od tih 4 interesuje me koliko je uključeno iz srpske zajednice. Ne razumem zašto vam je to problem da odgovorite, a takođe 68 zahteva imate podnet od strane srpske zajednice, interesuje me koliko je rešeno predmeta, žalbi. I pored toga koliko ljudi radi uopšte u ovom organu iz srpske zajednice. Faleminderit deputete. Fjala për ju, kryesues. Po, deputetja Alida Agjinikaj, antarja bordit rrësh. Unë edhe me herën e parë i pata të qarta, unë e thonë, si pas legislacionit të mëhershëm, 2 nga antarët prej 7 gjithmonë kanë qenë të rezervume për komunitetin, do me thonë jo shumit, jo serb mos ta thonë, po jo shumit, dërsa aktualisht bazuar në pyetjen e parashtumës nga 4, nuk ka asnjë antar nga komuniteti jo shumit, sepse për i referona jo shumit, jo komunitetit jo serb. Prej 68 rasteve, na vjen keq që nuk mundem me dhënë shifra të sakta sa janë trajtu, mirë po në raportin e për punës ato, besoj që nëse është e nevojshme, ja përcjellim me shkrim se sa prej tyre, mirë po në qoftë se ka të bëjë me vitin 2025, besoj që ende mundën me qenë të papërfundume.